Të nderuar miq, fushata zgjedhore në Kosovë për fat keq është përgjakur ditën e sotme me një incident që ka ndodhur në Skënderaj, aty ku sipas dhënave të para dhe sipas deklaratave nga vetevendosja, është dhunuar Hysni Mehani, kryetar i degës së vetevendosjes pra në Skënderaj, i cili përgjegjës për këtë sulm bën Sami Lushtakun nga PDK-ja, pra kryetarin e komunës. Mehani ka përfunduar në spitali i Gjakosur. Reagimet janë të shumta, po ashtu edhe pamje që ka qarkulluar në rrjet. Si do ndikoj ky incident në fushatë dhe është kulmi i gjithë tensioneve që kanë mbartur gjithë kjo periudhë me disa palë zgjedhje dhe një krizë të zgjatur me një polarizim të skajshëm dhe akuzat të forta. Do të flasim me profesorin Selatin Koseri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, zoti Bolla. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, profesor, por duket sikur plasi më në fund, domethënë shpërtheu gjithë ajo që ishte fryrë deri tani. Qoftë me këtë incident. Diçka që i bën shumë keq procesit të ardhshëm zgjedhor. Kjo që ndodhi sot vërtet është një akt qyqar dhe i papranueshëm, por për fat keq kësaj i ka parapri dhe po i paraprin zoti Kurti dhe duhet të jetë shumë i kujdesshëm, sepse ne të gjithë e dim se Drenica atje, Sami Lushtaku dhe ka shumë elemente të tjerë, prej të cilve duhet të jemi të kujdesshëm, dhe atje zoti Mehani është dashur të jetë më i kujdesshëm dhe të mos bie prej e provokimeve çfarë do qofshin ato, dhe fare nuk ka pas nevojë që në të njëjtin lokal të qëndrojnë edhe të fillojnë edhe të bëjnë fushat, edhe VV-ja, edhe zoti PDK. Kush janë informacionet që ju keni, profesor, qoftë burime mediatike apo miq njohur tuaj ande kontakte për këtë rast? Si ka nisur? Sepse Sami Lushtaku thotë që me janë drejtuar, duke më thënë, Sami Serbia. Ata ndoshta drejt për drejt nuk i kanë thënë, por disa herë në postime, në ato postime që ndodhin nga ajo ushtria e Facebookut, fyhet edhe shahet rand Sami Lushtaku, edhe sigurisht që krejt kë tension e ka një burim që vjen nga zyrat e vetevendosjes dhe duhet në këtë rast zoti Mehani duke e ditë se mund të ndodhin diçka tjetër e tillë dhe nuk është dashur në asnjë mënyrë të shkojë në lokalin ku në vazhdimsi ose aty pari qëndron zoti Lushtaku, sepse ne e dim që zoti Lushtaku nuk është hera parë që mund ka bërë apo bën probleme të tilla, dhe në këtë mënyrë unë mendoj se duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse na veç e pam që zoti Lushtaku nuk është ndonjë faktor tani aq shumë i rëndësishëm edhe ta udhëheq, sepse di Orhan Ismail, i cili në farë mënyre e urdhroi, e kërcënoi Partinë Demokratike se do ta lëshoj Partinë Demokratike të Kosovës nëse nuk pranohet zoti Fatmir Limaj në PDK, dhe doli se vetëm 2 vota të kryesisë së PDK-s, ku ishte Mergim Lushtaku edhe një antar tjetër i kryesisë, ishin për mu pranu Fatmir Lushtaku. Kjo nënkupton se Sami Lushtaku ka qenë për të kthyer zoti Fatmir Limaj në PDK, derisa në anën tjetër grupi i Prishtinës apo i Orhan Ismailit ishte kategorikisht kundër, edhe për këtë themi se PDK tani më nuk është dominimi absolut i zotit Lushtaku. Andaj nuk ka pas nevojë edhe zoti Mehana të provokoj qoftë edhe me qëndrem pasiv, edhe pse
ky zotëri, Behona, unë e njoh personalisht. Nuk është ashtu që qëndron pasiv dhe ko pas kohe lëshon provokime në adresë të zotit Lushtaku. Këtë tension, tani veç shohim se është tension shumë i madh, sepse ka filluar edhe zonja Vjosa Osmani, po zbulon sekrete të cilat i ka të kaluarën, që nga viti 2022, kur tani doli zonja Vjosa Osmani, se pas ka qenë një takim sekret, ku janë zhvillu bisedime të rënda në mes Kurtit, Vučićit, Llajçakut, Borellit e të tjerë në Francë, ku gjëja nuk e pas ka ditë zonja Vjosa Osmani se çka është biseduar, apo Kurti nuk i ka raportuar. Vërtet, janë shumë të pakuptimta që zonja Vjosa Osmani tani, kur i prin listës Lidhjes Demokratike të Kosovës, të del me gjëra të tilla, sepse vërtet këto gjona nuk i dohen Kosovës, sepse unë po them që tensionet janë të jashtëzakonshme dhe unë frigoj shumë që këto zgjedhje nuk do të kalojnë sikur zgjedhje tjera, sepse provokimet reciproke, sidomos të vetëvendosjes, janë të jashtëzakonshme. Ata nuk kanë fuqi, ata nuk mund në asnjë mënyrë të shtyhen në këtë rast me Partinë Demokratike ose Aleancën për Armërinë e Kosovës, sepse nuk po them që këta e kanë mirë, këtë këja. Mirë nuk e kanë as ata, por me gjithate, trimëria, fuqia, jo durueshmëria, janë në anën e Partisë Demokratike të Kosovës, sidomos këtij krahut të Drenicës apo të Samil Lushtakut, të cilët unë frigohem se mund të jenë të paskrupullt në raste të tilla. Andaj, është detyrë, kush është fuqia? është obligim